rrëmbimin dhe zhdukjen e personit Exhams Koçi. Në lidhje me këtë ngjarje, është një ngjarje goxha sensitive, nga ana jonë për zbulimin dhe dokumentimin e eventualisë kriminale të kësaj ngjarje është ngritur një grup i posaçëm hetimor. Indicia në lidhje me këtë ngjarje është marrë nga familjarët e të dyshuarit, të humburit. Fillimisht strukturat e komitatit nr. 2 kanë kryer gjithë veprimet procedurale, është bërë dhe marrja e kallëzimit si dhe veprimet procedurale, pastaj duke bërë një analizë të thelluar të ngjarjes, është gjykuar dhe hetimi po ndiqet nga struktura e kriminalit të rënda Drejtorim Vendore të Policisë Tiranë. Me të drejtë ju thoni, nga ana jonë dhe aktualisht që po flasim, është një strukturë e posaçme që po kërkohet në lidhje me trupin e shtetit Exhams Koçi. Kërkimit janë përmenduar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kushtirindarës Elbasanit dhe Tiranës. Aktualisht, krahas shërbimeve të policisë shtetit, në ndihmën ka ardhur një njësi e posaçme nga FSK-ja, po vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Janë kontrolluar shumë zona, të cilat ne kishim dyshimet tona, pas një analize që kemi bërë. Aktualisht nuk kemi ndonjë rezultat konkret.